Kryeministri Edi Rama ka sqaruar edhe një herë rolin e Bordit të Transparencës, i cili është vënë në lëvizje për të reflektuar impaktin e luftës në Iran mbi çmimet në tregun e naftës. Shefi i qeverisë thotë se bordi qëndron në anën e konsumatorëve dhe se nuk ka për qëllim të vendosë çmimin në mënyrë arbitrare. Bordi qëndron vimësisht në anën e konsumatorëve, e drejtuesve të mjeteve, e qytetarëve dhe ruan kufit e qartë mes çmimit të rritur objektivisht si rezultat i lëvizjes në tregun ndërkombëtar, prej ku edhe importohet nafta në Shqipëri, dhe nga ana tjetër abuzivizmit që në këto raste, nëse gjen shesh, bën gjithmonë për shesh. E theksoj edhe një herë, bordi nuk vendos çmimin e naftës arbitrarisht. Rama u ndal edhe te edicioni i dytë i Matchmaker Albania që u zhvillua këtë javë, një aktivitet që mblodhi gati 500 investitorë ndërkombëtar nga më shumë se 40 shtete. Sipas tij, Shqipëria po shihet gjithnjë më seriozisht si destinacion për investitorët. Shqipëria nuk është më në fazën ku prezantohet si një vend me potencial për të ardhmen, po është një fazë të re ku e ardhmja është sot. Modeli i dikurshëm që ishte modeli një vendi me 2-3 milion turist, ku për turist numëroheshim edhe ne shqiptarët sa herë hynim dhe dilnim, dhe me 300-400 milion euro investime të huaja në vit mesatarisht, i ka lënë vendin një tjetër modeli në një vend që ka 12 milion turist në vit dhe ka kapërcyer shifrën e 1.5 miliard eurove investime të huaja në vit. Kryeministri u ndal edhe te nisma e re socialistëve Punët për Shqipërinë, e cila përfshin një cikël takimesh me komunitetet në të gjitha qarqet, si dhe punën për zgjedhjet e ardhshme vendore. Do të angazhohemi me një cikël takimesh me komunitetet në të gjitha qarqet për të folur për këtë moment të rëndësishëm të vendit, për punët që kanë nisur në këtë mandat katërt, për punët që do të nisin shpejti dhe natyrisht për të dëgjuar njerëzit, edhe në funksion të organizimit që si gjithmonë ne e nisim me kohë për atë që do të jetë fitoria e ardhshme shembullore e Partisë Socialiste vitin e ardhshëm në zgjedhjet vendore.